Të nderuar teleshikues, përshëndetje drejt për drejt nga emisioni ynë Emocionet e Pasndeshjes. Sapo janë mbyllur ndeshjet e javës së 35, Apiznes Superiore dhe RTV Shkodra ka transmetuar drejt për drejt sfidën Elbasani Vllaznia. Një ndeshje e mbyllur në barazim 1-1, edhe pse kuqi blut ishin avantazh me golin e kapitenit Bekim Balaj, nuk arriti Vllaznia ta mbante këtë avantazh, por gjithsesi një barazim që i ka vletur Vllaznisë duke pas parasysh që Dinamo është mundur në Laç me rezultatin 1-0 dhe tashmë Vllaznia është e dyta në renditje, por edhe Elbasani me pikën e marrë ka kaluar në vendin e 4 duke këmbyer vendet me ekipin e Partizanit që është mundur nga Byrësi. Të gjitha këto në shoqërinë e kolegut tim nga pulti i transmetimit Fatjon Broci, por edhe nga pulti i transmetimit i RTV Shkodra, i Radio Shkodrës, me kolegun ton Myrton Zylja, që transmeton në valët e radios 92.00 MHz, pra në FM. Jemi drejt për drejt, pra edhe në televizion, edhe në radio, për ato që kanë dëshirë të na ndjekun, që janë ndoshta në automjetësi, për apo të angazhuar në bizneset e tyre. Do ta diskutojmë pikërisht këtë ndeshje, këtë barazim të Vllaznisë me Elbasanin 1-1, por edhe takimet e javës së 35 në përgjithësi, me një panel të përzgjedhur ku do ta nisi nga trajneri i futbollit Haris Lika. Mirëserdhje Lika. Keni pasur disa mungesa, por me arsye në studion tonë, por gjithsesi kur riktheheni komentet tuaja janë me vlerë. Barazimi i vlerëshëm, tham, sepse mund të ishte 3 pikë, por edhe me 1 pikë Vllaznia e mori për momentin objektivin e dyshës parë. Kështu besoj me këtë barazim dol me të dyja të kënaqura, sepse të dy ekipet ishin me objektivit. Jo po qartë, sidomos në pjesën e dytë. Për të folur për pjesën e parë ka shumë pak fjalë, sepse pa me vetë sa të vogla ishin aksionet, mos po thonë që ndoshta vetëm me 2 aksione, një në portën tonë dhe një në portën e tyne. Pa pjesa e parë domethënë ishte këtë një stodim, më mirë me thonë mes një tjetrit. Nësa në pjesë dytë filloi ndryshe me një marrë tjetër, me një gol të bolës. Edhe derisa deri momentin kur ekipi i Elbasanit na barazoi, pastaj kaq ishte e luajtur në futboll, sepse nuk pa me futboll, vetëm çarkullim topit edhe djegje minutash. Me gjërësi, sepse kolegu im Fatjon Broci ka edhe pamjet nga ndeshja, nëse arrin të sigurojë ndonjë përrëndësim të trajnerëve, do të ishte me interes, por akoma nuk kanë dalur, që janë të gjitha ndeshjet janë luajtur në gjithë në orë. Por prezantoj të ftuarin tjetër është Fatos Behari, që na vjen për herë të parë në këtë sezon sportiv në studion tonë. Është portieri i Vllaznisë futsal, e cila po bën mjaft pikë të sezon sportiv, por edhe portieri i kombëtarës së futsallit shqiptare. Mirëserdhje Fatos. Mirëserdhje. Praktikisht po themi që ndeshja juaj me Partizanin nuk u realizua, por fitore tavolinë nuk ishte mundur të zhvilloj këtë ndeshje, sepse nuk më rriti në kohën e durë Partizani, por 3 pikë që ju vlenë. Ja, që sigurume të më majtë me vendin e dytë. Dhe prisni tashmë rivalin direkt e Tirana fundjavën e ardhshme. Do flasim gjërësisht për Vllazninë e futbollit superior, por do ta prekim, do ta cekim pak sallën në fund edhe futsallin. Ardit Mani, mirëserdhje. Emrama Kranci. Ishte pyes si gjithmonë. Rezultatet që në një farë mënyrë ne kishim Çaton në fakt në mesjavën në Studio Sport, Klinti Çaton, i cili deri diku parashikoi këto rezultate. Ai parashikoi në fakt një fitore në Elbasan për humbjen e Dinamos, por ajo çfarë kishte më tepër rëndësi ishte optimist për vendin e dytë dhe kjo u realizua. Mendoj se Vllaznia është mëna objektive, paktën që ka vu vetit, megjithatë ashtu si tha edhe profesor Lika, ajo që ndoshta nuk jep kënaqësi është loja që u zhvillu mes Vllaznisë dhe Elbasanit. Një lojë e vogël, tash më tepër pjesa e parë ku të dy ekipet po interesoheshin më tepër mënyrën se si lutet kundërshtari dhe vetëm 2-3 raste të shpejta si nga Elbasani ashtu edhe nga Vllaznia dhe asgjë më tepër. Po shifsha po diskutosh edhe me Beharin para ndeshjes, diçka 17 minuta, 3 minuta kishte pjesë efektive loje, por më shumë faulla, më shumë lojë apatike nga të dy ekipet. Megjithatë, përfundimi është që rezultati vlen të dy ekipeve. Është gjë më vjen mirë edhe për Elbasanin, them drejtën. Megjithatë,
Ne diskutojmë për vendet e para, por të them të drejtën, lufta më e madhe është tek fundi i tabelës, ku java fundit është decisive për ekipet që kanë më ra nga kategoria, po pse jo edhe ato që janë play-off. Përpara se të shkojmë tek renditja, ti hedhë një sy të shpejtë të rezultateve të ditës së sotme, java 35, ashtu si do 34-ta, është lutur në të njëjtën orë, ashtu si do të luhet edhe java e fundit, është një skemë, një formulë që FSHF e aplikon vazhdimisht në fund sezoni për të mos lejuar edhe ndonjë marrëveshje apo ndonjë vendosje e rezultatesh në favor të ekipeve përkatëse. Rezultati më interesant është në Laç, ku Laçi, i cili po kalon të momente shumë të vështira, ku dhe trajneri italian në këtë ndeshje ka ndjekur nga tribuna. Laç ka fituar 1-0 me Dinamon, një fitore që i ka dhënë Laçit një mundësi që të shpresoj për të qëndruar në superior, por nga ana tjetër ka lobuar për Vllaznin, e cila ka marrë vendin e dytë pas saj humbjes e Dinamos. Por tjetër rezultat shumë interesant është ai në sfidën Tirana-Teuta, ku Dursakët mundin Tiranën 1-0, ku duhet thënë që në këtë sezon Teuta ka qenë fituesi në të gjitha duelet me Tiranën. Po kështu Gnatja ka barazuar me Skënderbeun 0-0 në shtëpi, duke dhënë një bonus ekipit korçar të jetë tashmë 2 pikë me vendet e fundit. Por Bylësi, nëse mund të themi një rezultat që i përket e diskutuam edhe përpara emisionit, një rezultat që ishte më interesanti, ishte ai në Ballsh, ku Bylësi mposhtë Partizanin 1-0, një Bylës që merr shumë shpresa për mbijetesë, kalon në renditje 3 pikë nga vendet e fundit, por fundos Partizanin që fal barazimit Elbasanit është tashmë me pikë të barabarta në vendin e 4-5. Dhe Elbasani Vllaznia tham, barazim 1-1, dhe pas këtyre rezultateve kemi këtë renditje. Gnatja është e para përsëri edhe pse është mundur me 59 pikë, Vllaznia e dyta me 56, Dinamo 55, ndërkohë që nga 50 pikë tashmë kanë Elbasani me golevarazh në vendin e 4 dhe Partizani i 5 po me 50 pikë, por që do të kenë një super duel javën e fundit, një ndeshje direkte që do të vendos fatin e skuadrës që qëndron në katërshën e parë. Pastaj Teuta është me 41 pikë, tashmë është shkëputur ndjeshëm dhe duhet të jenë të qetë tashmë Dursakët e Bledar Hodos me këtë fitore të sotme, sepse kanë siguruar vendin 6 dhe janë komod në klasifikim. Bylës po ashtu është komod me 39 pikë, Skënderbeu me 38 dhe në fund është Tirana dhe Laçi me nga 36 pikë. Ardit, unë i bëra një panoramë të shpejt. Nga Ballshi e mrapa të gjitha janë loj. Sepse po të shohim diferencat janë 3 pikëshe dhe ndeshjet i kanë përballuna njëra me tjetrën. Me 3 pikë nga vendi i fundit nuk besoj se... Jo, mund të kenë edhe rezultate të çuditshme. Sepse kemi një Skënderbeu Bylësi javën e fundit. Dhe këtu ajo është qitësi i një barazim mes tyre janë okay të dyja skuadrat. Mund të ndodhin edhe këto. Sepse të dyja skuadrave duhet një barazim. Them drejtën, çfarë po dëgjojmë, çfarë po shohim, por gjithsesi. Jo, Skënderbeu ndoshta i duhet më tepër sepse Po patjetër, sepse duhet me nëse Tirana dhe Laçi që luan në Loro Buriçi fitojnë, i ofrohet për me dalë në play-out të Korça. Një rivalitet i teskajshëm liga. Si kishim parë, si kishim menduar që këtë fund sezoni mund të kishim të baraspesh, qoftë në krye dhe në fund. Ti ceke pak më përpara, puna e skemë që ka vendosur Federata Shqiptare e Futbollit që gjithë fëmijët luajnë 1 orë, në mënyrë që mos të ketë edhe rezultatet e parapërcaktuara, po unë besoj që gjithsesi gjehet mënyra për me dashur me manovru edhe me dashur me marrë rezultatin që të dy ekipet ose njëri nga ekipet ka dëshirë edhe preferon me marrë. Të vëmreja të ndeshjet e sotme, vonesa shumë të mëdha, po këto vonesa shumë të mëdha kishte më tepër interes në rritjen e rezultateve. Për mua, për mendimin tim, nesha morë Reali sot, po ka nesha Tirana Teuta, deri diku edhe Laçi me Partizanin, sepse përposë të asaj besoj që Partizani nuk e di çfarë interesit ka pas për Ballshin Partizan.
Ballshi Partizani, nuk e di se çfarë interesit ka pas Partizani, po besoj duke ngjen neshë Reali, se s'kam pas mundësi mi bojnë ana, sepse kështu ka ra nga të shapor. Përflitet një harmoni. Po mund të ketë harmoni, po kjo është me dal nga objektivi, edhe me dal nga katësha, sepse nuk besoj që neshët fundit Partizani do të rikuperoj. Biri Partizani ka pasur. Okej, të marr vesh. Por gjithsesi për mendimin tim, neshja më real, por më vërtet besoj që ka qenë neshja e Tiranës me Teutën, që besoj me merit do të ketë fituar Teuta 0-1, sepse nuk ka arsye asnjëna nga të dyja. Teuta do mos për me dasht me pas ta pozita që ka tash me kanë sigurt në neshjet fundit, ndërsa Tirana në ata pozita që Tirana për momentin është e rëmë nga kategoria. Besoj që kanë zhvilluar një futboll të bukur, po ama kjo është futbolli. Edhe çifti i fundit Teuta Ignatia që do të jetë javën e ardhshme është një Shikoj, Ignatia sidoqë pa diskutim. Pa emocion mund të ketë zhvillime se promovojnë lojtar, por Ignatia ka të siguruar. Them drejtën gos për gjitha këto neshjet e fundit, jo vetëm dy të fundit, po edhe këta pak më përpara, domethënë pak a shumë vjen fundi edhe neshjet 3-4 neshjet e fundit, domethënë edhe synit dhe mi po them drejtën për me kanë realist, sepse janë neshje që më shumë diskutohet, si më thonë ata matematikën që pa bëshet i tashi, tjerët e kanë bërë shumë më përpara tejet e mejet, si më thonë janë bërë këta diskutime më përpara, edhe është shumë e lodhshme me dash edhe me 1-2 orë me po këtë futboll, sepse realisht nuk shef diçka serioze në të. Pra besoj që neshjet serioze do të shohim në finalen e kupës, kur të vinë finalja e kupës, edhe në Final Four kur të vinë për kush do të dalë në kampionat. Ata kanë me kanë ta neshje reale. Teksa Lika komentonte dhe ato mundësitë e rezultateve apo matematikën, ndonë se Karma nuk e fokusoi. Fatos Behari po bënte me dorë ato veprimet e matematikës, pra është matematika në lojë si pasysh? Po, normalisht. Matematika është në lojë, po a është, mund të themi, matematikë mirë organizuar, apo? Është mirë organizuar, sepse besoj se të 4 neshjet e fundit që kanë lujt, janë të të po thojnë, më thojzët të para përcaktume. Sepse dihet kush ishte në katërshe, dhe me thënë lufta ishte mes Partizanit edhe Elbasanit dhe katërshës fundit. Pjesa tjetër ishin tanë të fillunin tolerimet. Ja, konkretisht Elbasanit vllaznia, për mua nuk pash se kishte hapësirë për një mundësi të tillë vllaznia, po kem ngulte për të marrë 3 pikë dhe edhe kjo ndeshje mendoni që mund futet atë listën atyre që thonë. Moshte se kanë pas mendën të neshja Elbasani vllaznia ose të neshje tjera me një veshanana. Tu po njëra tjetrën. Besoj unë, ndoshta jam. Ja, mas golit që bëni bola, për atë që paktën që po me jashtë, intensiteti i lojës sikur u rrit dhe deri në momentin që u barazu, them drejtën të dy ekipet ishin pavarësisht se mund më çuditi pak tërheqja e ekipit, sepse në 2 raste që ekipi doli në rrezikume, si me Doden, si me Malen, dhe shumë mirë ne mundshim me shënu dhe golin e dytë, ashtu siç po ta shohim mirë edhe golin që psume, është një variacion gabimesh, si në linjë, ashtu edhe nga portieri, por edhe vendosja krijimi hapësinave brenda zonës nga mbrojtja. Luftimi i Stojanovic. Jo vetëm dy luftimi, por edhe vendosja Goris duke mos majt linjën. Jo, nuk ishte vetëm kohë aty. Ti ishte edhe pozicionimi i lojtarit, se s'mundesh ti me majt lojtarin me shpinë. Vendosja ti ishe para kundërshtarit, në mënyrë që është vendosja. Aq më tepër 5 metrash tek portieri. Kundërshtarit duhet më majt përpara, pa rëndësi ka. Pra ideja është vazhdimësia kësaj që po thotë edhe profesori është mas golit të shënuar nga Elbasani, domethënë ra krejtësisht ritmi i lojës, sepse të dyja ekipet. Në momentin që u mbyll edhe Partizani, brenda objektivave, pra ne kap me vendin e dytë çka kena objektiv, Elbasani kapi katëshën, atë avaja ka objektiv. Që unë nuk pash ma një grind përvedash me shënu si asnjë në pala, asnjë. Vllaznia e kënaqur me barazimin, edhe pse e pas me dorë fitorin. Shiko, po ta veshërin në fund, domethënë ne ishim krejtësisht të rrekur, edhe Elbasani çarkohute topin mbrapa, pra nuk rrezikohete, nuk krijohet asnjë lloj rrezikshmërie për ne, thjesht çarkohute topin mbrapa për siç e quajmë në gjuhën e sportit për me djeg minuta, pra po djegte minutat e metën çka kishin met, sepse fatkeqësisht për ta ishin edhe shumë ishin 7 minuta, edhe duhet pak hupje kohet pak më gjatë për me dashur një djegë edhe të minuta.
Fatos, për qëllë se jeni edhe për herë të parë në këtë sezon, në studion tonë, në përgjithësi një sezon i vllaznisë, këtë sezon si ka qenë sipas jush? Sezon ka qenë pozitiv, besoj, sepse rriti në katërshin e parë, atë në gjysë në kupë, ka neshe me Dinamo që Gjysë finalja e dytë. Për thonë, deri tani është për mendimin tim është kampionat pozitiv i vllaznisë. Mandej duhet me pa edhe që kanë metë edhe njëta 2-3-4 neshe që kanë metë për me vu pikën mi. Duke qenë se i përkisni sektorit të portës, një panoramë e përgjithshme për paraqitjen e portierëve të vllaznisë, duke nisur nga Çarri, si pësoj dëmtim dhe me Jukën dhe në vazhdim. Rëndësi ka që janë të promovu portierat e Shkodran. Janë edhe të ri, normalisht ato kanë me fitu eksperiencë, kanë me bë gabim. Po normal se po s'bën e gabim nuk mëson. Kështu që unë jam me këtë mendimin që me promovu portierat e ri, sidomos me kenë Shkodran. Sepse nuk ka se vunë Shkodra për portiera. Sa Shkantela që e ka Kiri. Tomas Kiri. E kishte mojt vllaznia. Ose Tomas Kiri, e keni fjalën, ka qenë tek U19 e vllaznisë, ka lënë tek Tirana, luajti me Kastriotin dhe nuk e di tek Laçi është Marko Molla, është një shkodran që ka ardhur nga Italia, që është me origjinë nga malësitë e Shkodrës, por ajo që thoni është drejt, pra Shkodra po prodhon portier. Ke Alen Sherrin që po është te Cagliari, edhe ai Shkodran. Shkodran dhe i formuar plotësisht tek Vllaznia. Ndonë që është një histori tjetër që edhe mund të diskutohet në një moment kur t'i vi rralla e lan të largoj, nuk i dhanë ngrohtësinë e dur sa ai që në Shkodër, dhe me pas kur shpërtheu tek Egnatia, tek kombëtarja në Itali, tashmë kujtohen edhe diskutojnë kush e kishte fajin që i dhan letrat për të larguar si jo i dobishëm tek vllaznia. Kështu paktën janë edhe deklaratat e vet familjarëve të Alen Sherrit. Jo, unë tek ajo që Fatosi po diskuton, unë e shoh në dy prizëm vazhdimsinë e kampionatit të kupës vllaznisë. Për mua është sukses, po ta shohim dy prizme, domethënë nga ana e promovimit lojtarëve vllaznia ka sukses, sepse përveç Portës ne kena promovu lojtar në sulmit në krah, sot është nesha e tretë e Repaj, që për mua është një mbrojtës shumë të mirë, paktën një ton neshi që ka bë, ka notën 10, dhe të them drejtën, unë mendoj që është gjetë një qendërmbrojtës Shkodran, i cili do të ketë një vazhdimsi shumë të mirë tek vllaznia. Po të kalojmë mos thënë tek rezultatet, po prapë është në pritshmëri të mirë, sepse jena luftojmë dy fronte, si në kupë ashtu në kampionat. Atëherë, nëse him teknikisht dhe shkojmë te pjesa e lojës, ne kena vujt me dëmtime, kena vujt me problematikat e lojës, ndoshta ndryshimet e lojtarëve dhe futja e lojtarëve të ri ka bërë që edhe rendimenti i lojës me keni ndryshëm, aq më tepër që ne kena pas luhatje brenda 90 minutit, ku një pjesë të parë kena bërë shumë të mirë, ose edhe e kundërta, kena bërë pjesë të parë, pjesë dytë kena gjatë për cilën unë kam ata mangësitë e mia, megjithatë unë them që vllaznia, po ta shohim në prizmin e përgjithshëm, ka vendin që meriton, sepse po të shohim me ekipe tjera, unë them që me lojtarë që kena, pse jo mos të konkurrojmë dhe mos tentojmë edhe kampionatin. Për atë paktën sa kollon edhe Egnatia, se po shohim edhe Egnatin, në momentin që i mungojnë 2-3 lojtarë shumë të mirë, edhe Egnatia bën diferencën, ose në të kundërtën krijon hapësina dhe lejon që të ketë ndryshime, apo jo profesor? Po, diskutim. Unë them drejtën i bashkangjitem menimit të dy kolegëve të mi, sepse vllaznia është precisht me objektivi, të mua parasysh jena në gjysmën finale të kupës, gjatë që ne kupën e kena sinu të sa vite, po edhe kena arrit me fitimin e saj për 2 vite tashmë vitet e fundit. Po është rodhur në kampionat, pra që kena arrit përveç se në Final Four, po edhe në top 2-shën, pra që kena kërkuar gjithmonë, sepse realisht dhe vjetë bëme shumë mirë, po pozicionimi që ne kishim jo në 2-shën e renditjes na disfavorizoi në përballjen direkte me Egnatin, gjatë që
na u detyruam me eliminu nga kampionati me një barazim të Ignacës. Tashmë kena një pozitë shumë të mirë në renditjen në tabelë, jemi në vendin e dytë dhe shpresoj që edhe në ndeshjen tjetër të arrijmë këta pozita, në mënyrë që në përballje direkte në Final Four kena këta pozita në vendin e dytë, sepse detyrimisht do të jena shumë më të favorizuar, duke qenë që ndeshja luhet në Tiranë fushës së Njasme, por barazimi edhe fitoria do të jenë dy rezultate që do të jenë në krahun tonë, edhe kështu që jena vësaj një hap deri asaj që presin për sa vite shumë larg, kur është hera fundi që e kena çu kampionatin, kupën e kampionatit, kështu që besoj që tashmë jena shumë pranë dhe besoj që shumë shpejt do të shohim një finale Vllaznia Ignatia për kampionat. Shpresoj shumë që t'jena edhe në finalet kupës, do të shpresosha shumë, sepse kjo është një objektiv i Vllaznisë, po edhe një diçka shumë e rëndësishme, sepse fundit çdo ekip i Superligës synon që të kapin kupat e Europës, qoftë me kupë apo qoftë me kampionat. Ne tashmë jena afër të dyjave. Dëshirën do të ishte që t'i kishim të dyja, po shkuar se do ta diskutojmë edhe ndeshjen. Drejtën kampionatit do të ishte kampionati do të ishte shumë më i shijshëm se sa fitimi i kupës. Po thuj se ekipi vetëm që losi me lojtar shkodron dhe me pak lojtar të huaj. Dhe kjo është shumë domethënëse sepse për vazhdimsinë, unë mendoj që Vllaznia ka hapa të sigurt, ka baza të sigurta, sepse shumica prej këtyre lojtarëve kanë moshë 3 dhe me sigurinë që jep mosha që kanë eksperiencë si Bala me të tjerë, them që mund të bëjmë mirë edhe për kampionatin tjetër, sepse nuk mund të mendohet sot vetëm kampionati sepse jena në fatet e fundit, por normalisht pritshmëritë për Vllaznin janë edhe për vitet e ardhshme, sepse dihet kampionati vjen shumë shpejt, janë shumë shpejt edhe pritshmëritë, sepse siç dihet Shkodra ka pritshmëri të madhe për ekipin. Dhe normalisht që bazat hedhen qysh avash edhe për ekipin për kampionatin tjetër. Ky është planifikimi i fatxhat që duhet me bëhet drejtuesi i klubit. Edhe unë jam i mendimit që këta ndeshjet ku ti ma jedesh në objektivet tuaja, besoj që duhet t'i dhënë mundësi edhe shumë gjëve tjerë, këtu përmend edhe Repaj, unë kam insistuar gjithmonë në rubrikat që kam qenë prezent që i Serjanit duhet i jepet mundësia për me lujt, sepse ti ki bën një blemi, ti Serjani nuk e ki pas pjesë të akademisë tënde, e ki lëshu dhe tashmë ti e ki marrë si blemje, në kohë që gjithsesi kjo është për të diskutuar, po ama tashmë ke pjesë tënde, edhe ai është djalë që duhet me dhënë besimin sepse po justifikon me paraqitjen e tij në fushë. Do të kisha kënë shumë partizan për t'i besuar edhe djemve të tjerë aty të Afilit, djemve të tjerë që janë larguar nga Vllaznia që kanë shkuar për të zhvilluar në ekipe të tjera në Kosovë, Ersi Zaganjoj dhe shumë tjerëve që janë djemë që duhet me dhënë mundësinë për me lujtë sepse ne do t'i bëjmë gati. Pra ato kanë që janë djemë të ri të Shkodrës, nuk mund t'i gjesh gati ti, sepse këta gati ti do t'i blesh, do t'i paguash me parë. Pra këta janë djemë që ti po i rrit, siç e bën me Dodin, që tesh më përkërkojnë parët prej tij. Shpresoj shumë që një të ardhmen shumë të afër do të shitet një ekip shumë të mirë, ai për vedi me pështu, po ashtu sjellin edhe benefitet mira në klubin tonë, kështu do të kisha shpresuar që edhe djemve të tjerë të japin mundësia sepse janë djem që besoj që do ardhmen shumë të afërt, do të jenë shtylla Vllaznisë, po pse jo edhe shtimi i buxhetit mall të Vllaznisë për me dashur me bëu diçka shumë më të madhe se sa çka kemi bëu tash. Fatos përposh Repaj që me të drejtë theksoi dhe Haris Lika. Për ju kush ishte sot në pikat më të forta të ekipit Kuçi Blu? Se kam pas, se kam kënë në ultim, si bashkë komunikim. Si ki parë plotësisht, po me sekuencat i ke ndjegur se me parë po komentonin po. Po atë nuk mund të thush për shembull një lojtar të afirmuar për shembull si Doda, nuk mund të thush që i ri, se është afirmuar. Po mund të krahasosh. Jo, momentin, më fal, problemi është se sot në ishja më tepër është rrit për të rezultatit se për të cilësia një lojtarit. Dhe të të drejten, po thuj se grupi, për mu pika ma fort ka kënë grupi, edhe për diçka tjetër që taktikisht ka dy ndeshje që vërtërisht lunë me dy modele e loje. Në fazën sulmuese ne losim me dy duke dal Orçat ose Delio duke u fut si dheq, por në krahun tjetër në fazën mbrojtëse me 4-1-4-1, cilën për mua është i ka qelluar shumë rezultative sepse të them të drejtën Elbasani është një ekip që është shumë i rrezikshëm me krah dhe në këtë rast duke ditë që Doda nuk tërhiqet shumë rrapa,
Krymi, duke u fut bashkë me Çaton, kanë mbyll Bajagi mirë dy zonat duke tentuar për mas me kriju hapësina, sidomos në pikën e fundit. Në atë moment që u kryesu topi, në atë moment një gabim i vogël ndoshta në rreshtim, psu me golin. Megjithatë për mua, unë them për mua sa të fryma e ekipit, aq më tepër sepse secili nga lojtarët u mundu me dhënë maksimumin, ndoshta edhe duke tentuar për me vunu lojën. Po pjesa tjetër, unë them përveç Repajt që unë them që është një gjetje shumë e mirë në qendër të mbrojtjes, aty ku ne kena vujt, dhe po ta shohim edhe neshin me sekuenca dhe duke e pa të fokusuar lojtarin, një lojtar shumë serioz në fush, një lojtar që komunikan shumë mirë, sepse ne e dina që një komunikimi i dy qendërmbrojtësve është pikë suksesit për linjen, për mbrojtje. Por të them të drejtën, në çdo moment ne duke luajtur me Krymin në mes dhe duke u hap si Stojanovic dhe Repaj, shumë mirë duke qenë shumë i suksesshëm në çdo lëvizje që i bëte taktikisht, por pse jo edhe duke marku 1-1, aq më tepër që unë them unë habita sa që Lejthia dhe Gjoni nuk ishin informacion që fillim, por këto janë zgjedhjet që trajneri i Elbasanit kishte bërë, sepse po të shohim momentin që u vendosen këto dy lojtarë, ishin pikë referimit për me rreziku tek porta jonë. Dhe unë them që Repaj ja doli mas miri në 90 minutin që ishte në lojë. Duke folur pak sa për formacionin, tekniku Berdaric që i besoi formacionet anti-Dinamo, pra të fitores ndaj Dinamos, ai ishte... Po thujse edhe mënyra e lojës ashtu ishte. Edhe mënyra, por edhe formacionet. Zakonisht trajnerët bazohen, formacioni fitues nuk ndrohet, sepse ju jeni vetë trajner, si ju si arditi dhe... Nuk është një ligj që duhet zbatohet me domos, po ama për sa kohë që ekipi shkon mirë, edhe lojtarët i ke punë formën e duhur, pse jo? Pse jo? Mos vazhdojmë me po të njëjtin informacion. Por për gjithsesi minutat e lojës të fundit me ndeshjen me Elbasanin, besoj që do të kishim marrë mundësinë edhe gjemve të tjera për me luajtur, jo se do të kishim bërë diçka më shumë, jo se do të kishim fituar ndeshjen, po ama të angazhohen edhe ata dhe të fillojnë edhe ata pak të hinë edhe ata në rrjedhën e lojës dhe të fillojnë të shkrihen pak me ekipin, do mos edhe tifozat edhe shumë publiku fillojnë të njohin sepse thash janë disa djemtëri aty që Vllaznia i ka pjesë sajën që shumë shpejt besoj do t'i kena bazën e ekipit. Ndërkohë kolegu im në regjinë qendrore, Fatjon Broci, po përgatit dhe 3 prononcime që i kemi dhurat nga kolegu ynë në Elbasan, gazetari më i njohur sportiv dhe menaxher Fatmir Popjes, ku si zakonisht bashkëpunon me studion tonë, sa herë Vllaznia luan në Elbasan, pra kemi 3 prononcime që do të jenë shumë shpejt gati për t'i kaluar në transmetim, por të konsumojmë shumë shpejt në ndeshjet e tjera. Po ka ardhur me njëherë prononcimi i parë i trajnerit të Vllaznisë Tomas Berdaric. Yeah, it's a good day for Vllaznia. Është një ditë e mirë për Vllaznin. Could be better, Mund të ishte më mirë, but this draw lifts up us to second place. të barazim me çon vendin e And dytë. now we have everything in our hand. Tani kemi çdo gjë në dorën tonë me So, Charles. and we should stay positive because Duhet it's jena sa më pozitiv. a tough season, Është long një sezon i season, vështirë, lot of sezon i gjatë, matches, një ndeshje e shpejtë. and to secure the second place Duhet is siguroj vendin e our dytë. target. Kjo është objektivi jonë. E prisin që të ndahesh e gjitha në ndeshjen e fundit. Did you thought that everything would be set up in the last match? Yeah, it's Albania Super League. Everybody can beat each other, Çdo kush mund me mund njëri tjetrin, është and Superliga e Shqipërisë. you have to work at momentum jumps on your side. Me punu në momentin që vin krahun And tonë, today we had a big chance, kishim një shans mirë for the second goal, për golin e dytë, and then we are almost safe. por mund të thënim që ishim më tepër të sigurt, But we take it as a challenge, por e marrim si and sfidë. next week, so we'll try to win. Javën tjetër provojmë të fitojmë, We are in a good shape, jena në një formë mirë, and let's go ahead. edhe le të vazhdojmë përpara. Dërgjoni një gol që e dërgon për momentin Elbasanin në Final Four, sa të kënaqur jeni, kujt e dedikoni? Këtë golja dedikoj familjes, por edhe stafit, drejtuesave që kanë besuar gjithmonë tonë. E prisit që të shënohet duke parë që keni pasur vështirësi këtë sezon. Kam pas vështirësi, por në prisa që në, sepse këto javë isha duke dhënë maksimumin dhe nuk kam nëllë asnjëherë, gjithmonë 100% stërvitje, e prisja. Ndërkohë që mbetet edhe një ndeshje për Final Four, si e prisim me Partizanin, luani për një barazi në pagën. Nesër jemi pushim që të hanen vazhdo stërvitja dhe të objektivit dhe shpresojmë që të kapim objektivat e klubit katërshe. Sa besim keni pasur që mund shkonin katërshe duke parë diferencën që ka qenë para shumë javësh? Fillim ishte diferenca që e madhe, 12 pikë më duket,
por me nimin e profesorit që kur erdhi, me animoj. Gjatë ditëve në stërvitje kena besu gjithë që do e kapim këtë objektiv. Sot ishte goli që e ka dërguar Elbasani në katërshe për momentin. Do të shpresoj që të shënojë edhe një gol fitimtar me Partizanin? Shpresojmë tash, gjithmonë për më mirë. Një barazim që ju bën punë, nëse mund ta themi kështu, sa të kënaqur jeni. Po, ne jemi shumë kënaqur. Bravo për stafit tim edhe bravo për lojtarët. Nëse jam drejt, tani jemi 11 në deshe pa humbe. Po. Sot ishte shurëcishme do fitojmë ose do marrim një pikë. Rendita ishte bukur, por nuk gjitha ishte prap apo, sepse kemi dhe një javë, kemi një derbi kundër Partizani jashtë. Doshta mund të jemi në një avantazh i vogël, sepse edhe me barazim prap ne jemi me mirë. Por kjo doshta edhe është minus, sepse tani mos do mendojmë do luajm për një pikë. Jo, tani nesër kemi pushim, pastaj do fillojmë java Partizani, do mendojmë, do provojmë, do fitojmë edhe java fundit edhe do kapim Final Four. Gjithë është hapu, nuk duam edhe eufori, por me një besim i madh nga gjitha, ndoshta mund të dalim edhe në Final Four. Do të përdorni një skemë ofensive apo do të fokusoheni më shumë në mbrojtje e kundërshtuar? Do luajm ofanziv deri çfarë kam unë mendim sot, por kemi një javë, do provojmë gjitha, por çfarë kam mendim sot do luajm do provojmë do fitojmë në deshje. Ardi ndoqëm 3 prononcimet, që regjia do ta rregulloj pak sa zërin në fonin në studio. Ka dy trajnerë ishte edhe lojtari i ndeshjes, Amarildo Gjoni. Ideja e trajnerit është që në isha finale për ta është me Partizanin dhe normalisht llogarinat bëhen edhe me minutazhin e lojtarëve. Tham që ndoshta i ka arrit për neshin e fundit, jo duke e ditë se mund të kenë kjo neshje e llogaritën për barazim, por gjithsesi ideja si futin kur ishim në 1-0. Kur komenton në këtë mënyrë e çorienton Republikun, kur theksori që mund të ishte gjithë në llogaritë për barazim. Shive tam drejtën. Unë them se të dy skuadrat mund ta merrin fitoren. Vetë formula e kampionatit është që të lënë për me dyshu për shumë gjëra. Megjithatë, barazimi është rezultati më i mirë për të dy ekipet. Edhe pse ti mund të mendosh se Vllaznia tentoi sepse po atë me dy raste, ashtu siç po atë rast edhe Elbasani. Unë nuk mund të them se Vllaznia ka toleruar se Elbasani. Por megjithatë, duke pa dhe rezultatet si u donin, normalisht mas golit barazimit dhe mas minutazhit i shkoi për marr Vllaznis. Megjithatë, për mua çudia është se si Lejthia si Gjoni nuk ishin informacion, sepse thash ai ka rujt ndoshta për neshin me Partizanin, sepse është neshje shumë e vështirë dhe aty dohet domthonë edhe finishi kush ka me kanë në vend 4 ose jo. Elbasani është ekip shumë i mirë. Unë siç e diskutuam më përpara, them më mirë Partizani sepse Elbasani, megjithatë pikat e dobta edhe Elbasani ka, kështu që Elbasani është me golevarësh më mirë se Partizani edhe barazimi e xherr Elbasani. I vlen. Po. Nëse do në barazim, gjithmonë barazimi shtyn Elbasanin me kanë vend. Pra Partizani vjen me rezultatin që o duhet me fitu ose për ndryshe. Po nëse Vllaznia fiton, do duhet të fitojë. Tash jetu i rënë nëse asaj që më thati mua, nëse Vllaznia javën e fundit me Laçin dhe humbe tek Nadia me golevarash. Kjo është ideja, me golevarash si është Vllaznia. Nuk është me golevarash, është për neshje përpara. Ka ra dy neshje. Ka ra dy neshje, ka ra neshje direkte e Nadia është më parë. Pra si tash shkojnë në Nadia është më parë. Nadia, prapë Nadia është në vendin e parë. Ka 3 pikë më shumë se Vllaznia. Përveç se ka 3 pikë, edhe nëse humbet neshje direkte. Neshje direkte është me neshje më përpara, mos ai golevarazhi. Te publikut. Edhe nëse neshje direkte i ke në baraport, që atëherë futet golevarazhi. Atëherë futet lojë golevarazhi. Mirë. Po në korrë neshje direkte dhe vazhdon ti ku e lam Laçi Dinamo, një Laç që pa i shumë javësh ishte i dorëzuar dhe xhel forca mund Dinamon në sprintin e fundit të mbijetesës. Ka shumë punë për të mbijetuar në javën e fundit, por kjo ndeshje ishte ajo që në një farë mënyrë befasoi. Shiko, unë them drejtën për të qenë realist. Shpresoj shumë që
që të bëjë një ndeshje reale, po gjithsesi këtu gjej vend për të përmendur edhe shprehjet e popullit ku thotë që i mytën i të myt. Edhe realisht ndeshjet e fundit gjithsecili kërkon me dhënë edhe i marrë shumë më shumë për mos të dorëzuar, sepse ekipi i Laçit është ekip që nuk dorëzohet, qoftë edhe me gjimtri që kanë përbërmin e saj, kur nuk i ka hap rrugës si ekipit dhe nuk ka dorëzuar për asnjë moment. Vitet e fundit bile ka bërë edhe shumë mirë. Ka prek edhe Kupat e Europës me anë të fitimit edhe daljes në finalet kupës. Kështu që unë besoj që ekipi i Laçit, ashtu si edhe ekipi i Ballshit, edhe poshtë edhe Tirana që po mundohet, më thënë, ku mu kape, ku me mujt me dash me kap një pikë, po ama janë ekipe që për asnjë arsye s'kan pse dorëzohen, sepse vetë diferenca me pikë është shumë e vogël edhe jep mundësi që me kanë ngjarë gjithsesi për ty deri në ndeshjet e fundit. Ndeshja e fundit e Laçit kuptohet është me ne edhe ka një përballje shumë fort, po nuk e di se çfarë do të bëhet deri atëherë, jetë lënojmë ditë ndeshjes, ta shohim ndeshjen edhe mbrapa mos do të kena vend edhe për me dash me komentu, po Laçi gjithsesi është në lojë deri në momentet e fundit, deri mas përfundimit të ndeshjes me Vllaznin, sepse asnjë gjë nuk i dihet, asnjë nuk i dihet rezultatet e ndeshjeve tjera. Për mua ndeshja më e rëndësishme e javës fundit ka për të qenë ndeshja e Partizanit në Elbasanit, për mua, për mendimin tim gjithmonë. Kjo ka për të qenë, sepse është një ndeshje ku vendos cila nga dy ekipet ka me kap Final Four. Po, të kanë që ekipit e Tiranës se kena pak si halë në sy, nështë edhe për Tiranën do të jetë ndeshje e rëndësishme, po unë besoj që do ta ketë vështirë për me dashur me ballë mjetesin. Kështu që le të lëm ndeshjes fundit, javës fundit të kampionatit për me dash më thonë me ballë një koment më të gjatë. Atos Gjermani thekson se Partizani Elbasani me të vërtetë është në vëmendje, po jo pak edhe derbi Dinamo Tirana, se Dinamo kërkon vendin e dytë dhe Tirana kërkon mbijetesën. Vetëm fitoria 3 pikëshe e shpëton, jep mundësi të shpëtojë. Jep mundësi sepse nuk ka asgjë të garantuar Tirana. Ndeshja Skënderbeu Bollshi që ndeshje me shumë interes. Ata janë një hap përpara, duhet ta pranojmë. Është me e lehtësuar ana emocionale Skënderbeu Byllys se sa është tek Dinamo Tirana. Dinamo don vendin e dytë për t'ia rimarr Vllaznis. Tirana kërkon 3 pikë patjetër të shkojë më lart, ndërkohë që edhe Laçi në Shkodër me Vllaznin kërkon 3 pikë, pra është një javë për tu parë. Si e parashikon Laçi Vllaznia? Fitore e Vllaznis. I bindur? I bindur deri diku, minutat fundit. Sepse Gjermani theksoi një fjalë se jo pak herë ka dalë i mbyturit të mbyt. Dhe në formulën me Laçin nuk kemi pasur bilans pozitiv gjatë këtij sezoni, edhe pse javën e fundit nuk ka shkuar as pak mirë. Besoj që e kalojnë me sukses, do të ketë me sukses, besoj. Çfarë duhet ketë parasysh Vllaznia në këtë ndeshje sipas jush? Vetëm të ruajnë qetësinë. Sepse ajo Laçi ka me lut agresive sepse i duhen 3 pikë se s'ban. Dhe vetëm të ruajnë qetësinë se besoj që fitojmë. Por Laçi Vllaznia Vllaznia duhet fitoria, sepse normalisht që sigurojnë vendin e dytë, sepse Tirana me Dinamon është ashtu si thonë aty është ndeshje e vështirë. Por çdo gjë është minutave të fundit, do të them Vllaznisi duhet fitoria. Përveç qetësisë, unë kam përshtypjen që ne do të ruhemi edhe damtimeve, sepse siç e dim Laçi është ekip agresiv, por është ekip që në momentet që kap momentin që është mirë, përveç lojës të ashpërt, është edhe provokative dhe e dina shumë mirë që ka shumë herë përveç ndeshjes në fushë ne kena pas problematika edhe jashtë fushës dhe them drejtën kjo ndeshje tregon më së miri që ka për qenë një ndeshje e luajtur fort, por mendoj që rezultati do të na buzëqeshë ne sepse ndoshta cilësitë kena shumë më të mira pavarësisht lojës të ashpër që bën Laçi. Them se na duhet rezultati sepse na jep nga ana psikologjike na jep përveç vendit na jep edhe një qetësi për ndeshjen e kupës, po pse jo edhe për tentimin nesër për Final Fourin. Jo, ndeshja në kupa është përpara, është për kurën
Desha kthimin gjysmëfinale. Shive, Do ta kemi fjalën për të jenë finalen. të finales. Duke Me Dinamon, llogaritur kualifikimin. unë mendoj me Dinamon të fitume, por në lojë janë gjitha rezultatet. Se ka që bindur në Elbasan Arena, Dinamo Vllaznia 0-0 në Loroboriçi. Shive, me pas statistikat, neshjet jashtë ne kena shumë më mirë se sa brenda. Neshjet brenda. Kështu që për ne nuk ka, për Vllaznin nuk ka shumë rëndësi fusha. Megjithatë, 3 rezultatet janë në fushë. Me që kalon të kupa, Aris, Dinamo Vllaznia lutë mërkurën e ardhshme. Them drejtën, kena pa një ndeshje shumë luftuar këtu në Loroboriçi në Shkodër. Ishin të dy ekipet shumë kërkuese për me dashur me shku në finalen e kupës, sepse të thasha më përpara që është një objektiv i lakmuar nga thujse gjitha ekipet e Super Leagues, sepse është një kompeticion që ty çon drejt fitimit një trofeu të madhe drejt asaj që ata synojnë para me kap Kupat e Europës. Sepse realisht në Kupat e Europës, në ndeshjet në Kupat e Europës janë fitimet për aq më tepër që tashmë vlerë materiale për kupën, përfitohen e kupës dhe pjesëmarrjen e Kupat e Europës nga kupa janë rritur shumë. Më thënë vlera më madhe, më thënë ai shkon në ndeshjet e Kupës e Europës me synimin gjithmonë me mujt me kalu sa më shumë turne për me dashur me rrit sa më shumë buxhetin e klubit. Pra është një trofej lakmuar nga të gjitha ekipet. Sidomos nga këta që tashmë kanë kap kuadrëshën. Kjo është ndeshja kthimi që do të bëhet në fushën Sniance, pra në Elbasan Arena me Dinamon, me një ekip që i thuj se gjatë gjithë kampionatit jena rivalizu. Shpeshherë kena kanë një dominu, se edhe me lojë dhe me rezultat. Shpresoj shumë që t'jena ne ekipi fitues dhe dalim ne në finalen e kupës, sepse kjo besoj do t'i sjellte një qetësi edhe më të madhe ekipit edhe në kampionat, sepse kur ti je i sigurt që je në finalen e kupës, je pak më i qetë sepse sa të lush vetëm për një trofe që do t'jetë ndeshje finale për Final Four. Besoj qetësia do t'jetë nëse do t'jena edhe në finalen e kupës. Fatos Behari, Vllaznia lufton në 2 fronte. Mendoni që është pozitive sepse është e karikuar në maksimum në të dyja kompeticionet, apo e kanë lodhur ndo pak dhe po e lodhin Vllaznin në këtë fund sezoni? Mund ta lodheni pak sepse si në kupë, si në kampionat, trajneri Berdariqa të luajtë po me të njëjtë informacion. Dhe besoj që të luajtë 2 herë brenda javës, si në kupë, si në kampionat, lojtarët lodhen. Sepse njëjtë informacion është. Si në kupë, ashtu edhe në kampionat. E parë në tërësi 2 ndeshje njëra pas tjetrës, Dinamo Vllaznia gjysmëfinalja e dytë e Kupës së Shqipërisë për bileta e finales dhe me pas më njëherë në Loroboriçi Vllaznia Laçi, cila prej tyre për ju përshon më shumë. Dhe sipas jush tekniku Berdariçi ku do ta përqendroj më tepër. Natyrisht që ndeshja e Kupës është më përpara dhe aty do të jetë fillimisht, po nëse i ndajmë, ku përshon më shumë për momentin? Për të Vllaznia Laçi. Tek Vllaznia Laçi. Për të siguruar vendin e dytë, për mendimin tim. Por kupa nuk duhet të na shkaluar, sepse e tha Lika, mjaft mirë. Ti e bën edhe parë pyetje që a mendon se Vllaznia ka realizuar objektivat ose mendon një prej fillimit të realizimit të objektivave, pra plotësimit të realizimeve është edhe kupa, që është ndeshje më përpara, që unë mendoj që nuk ka asnjë lloj tolerimi dhe Vllaznia shkon me 100% në fushë kundër Dinamos, por interesi është edhe tek ndeshja me Laçin, kështu që nuk ka diskutim pse duhet me kenë interes pak te kupa e pse duhet me kenë pak te Laçi. Pra, nëse një ekip mendon se do të realizojë objektivat në të dy frontet, përderisa ka ardhur në 2 fronte, pse jo mos kërkojë të marrin të dy frontet me rezultate pozitive. Unë mendoj që i kena mundësinat për mi fitu të 2 ndeshjet, megjithatë është e vërtetë ajo që Vllaznia ka luajtur me një kontingjent lojtarësh duke i ngarku dhe të them drejtën kjo ka ndodhur nga mundësia sepse dëmtimet janë të tilla. Dhe ndoshta edhe detyrimi dhe mundësia që i dhon edhe lojtarëve të ri ka kanë kushtuar duke i fut lojtarët e ri sipas dëmtimeve. Dhe të them drejtën suksesi i trajnerit është rezultati, sepse trajneri në bazë rezultateve matet. Kështu që mund të them që Vllaznia shkon për të dy frontet shkon përfitore. Jam rreti më smiri Vllaznia dhe pse me shumë vështirësi, me oscilacione, me probleme në rezultate, në dëmtime, por
Një javë nga fundi dhe 2 ndeshje nga finalja e kupës, duke llogaritur edhe kualifikimin, ta shpesh në 2 fronte, edhe në kupë dhe në kampionat, dhe duket se është viti i Vllaznisë. Shpresojmë të jetë i tillë, sepse edhe opinioni sportiv shkodran dhe me zgjer tifozët e kuqiblu që janë në të gjithë botën, të cilët janë me sy e vesh në Shkodër, në kampionatin shqiptar, t'i gëzohen dhe titulli kampion sidomos, por edhe kupën e Shqipërisë. Shpresojmë që të jenë të tilla rezultatet dhe të përmbushin dëshirat dhe pritshmëritë e tifozëve. Jemi krejt në mbyllje, sepse nga regjia, kryetekniku Valmir Hysa dhe kolegu i tij Fatjon Broti më bën me dije se duhet të përshpejtojmë, sepse më njëherë pas ndeshjes është edicioni i lajmeve me kolegun ton Adrian Hoti. Ne do të komentojmë shumë shpejt dhe parashikimet e javës e 36. Vllaznia Laçi e konsumuan, por Dinamo Tirana, ardit, shumë shkurt. Fiton Tirana. Teuta Egnatia, më duket një ndeshje e qetë, që nuk kanë problematikë. Barazim. Ku besoj që ekipi Egnatias do të fusë gjithë kontingjentin që ka marrë më Ta përfundoj. Jo, Barazim edhe është vërtetë që thot profesori, sepse aty do të promovohen të gjithë lojtarët që kanë pothuajse që nuk kanë marrë minutat të dyja skuadrat janë garantuara, Egnatia në vend parë. Edhe Durrësi është i qetë në Teuta është shpëtuar. Skënderbeu Bylis, edhe këtu. Neshja më e bukur e javës. Edhe këtu ka matematikë. Neshja më e bukur e javës. Këtu tash matematika hin lojë, por gjithsesi unë mendoj se Skënderbeu me forcat që ka mund ta fitojë neshën. Bukur. Partizani Elbasani. Fiton Partizani. Dika, rradha juaj për parashikim. Shiko, nuk ose do të kisha bën një ndryshim nga Dinamo Tirana. Po Dinamo Tirana besoj që tha më herët ka shumë rëndësi. Besoj që Dinamo do të bëjë favorin e fundit për Tiranin. Do të bëj favorin e fundit për Tiranën. Tirana fiton. Fiton Tirana. Teuta Egnatia e tha. Ishte një ndeshje miqësore që sapo prekme, por besoj do të luajnë ata tim të Riqis, s'kan marrë. Erdhi dita edhe Teutës të jetë e shtiruar nga. Po diskutim është për ta është si herë që nuk ka në synim as që janë krejtë, më thënë, jeshtë objektivi, po kur mend janë po rrezikshëm, më thënë ata. Skënderbeu Bylis. Kjo ka me kënë ndeshja më luftuar besoj, kjo ka me kënë edhe ndeshja më reale e krejtë, më thënë, kësaj javës fundit. Aty do të shohim futboll. Besoj që do të jetë edhe ndeshja më e njëjkun e javës. Partizani Elbasani. Shiko, them drejtën për dëshirë do të kisha dashur Partizanin me fitu, sepse realisht me Partizanin, si thonë ajo ja kena marrë dorën, nëse si do të më kanë, nëse do të na habite për me luajtur në Final Four, sepse ekipi Elbasanit vazhdimisht na ka qitë punë, si mbrëm si jashtë. Të dyja skuadrat kanë nga një shkodran në formacionet e tyre. Partizani ka Marcelino Preken, ndërkohë që Elbasani ka Ersin Hakaj. Po dëshoj të them që Elbasani vazhdimisht na ka sjell probleme si në Shkodër, si. Pra shikon nga ana e tifozëdhekut. Po ndoshta më të lehtë Partizanin, më të lehtë se sa Elbasani. Po përballje direkte sigurt, më të lehtë kena Partizanin se sa Elbasanin. Fatos Behari. Duke nisur nga Dinamo Tirana. Pa dal kundra. Barazim. Teuta Egnatia. Fiton Teuta. Skënderbeu Bylis. Fiton Skënderbeu. Dhe Partizani Elbasani. Në pace, edhe këtu Barazim. Në thamë kretë në mbyllje, por nuk mund të lëmë pa ikë shumë shpejt me mirë kuptimin e kolegët e teknikës Fatos Beharin, shumë shkurt një përmbledhje të futsalles, kur luhet Vllaznia Tirana, një derbi shqiptar i futsalles, një thirrje për para kamrës tuaj, keni këtu përballë për tifozërinë shkodranit që nuk i ka munguar asnjëherë, por është momenti për të këmbyer vendet me Tiranën në krye. Është javën tjetër, por dita nuk është caktuar, dita dhe ora nuk është caktuar akoma. Është ndeshja e fundit e kampionatit, prandaj fillon faza e play-offit. Shpresojmë që të arrijmë një rezultat pozitiv. Sa ju ka dëmtuar ajo ndeshje, ai shqetësim që patet në Vlorë, jo vetëm nga humja, por edhe nga problematika që e shoqëroi këtë ndeshje. Nuk ka se na ka dëmtuar, thjesht ishte problemi që po të fitoshim në Vlorë, shkoshim pikë barabarta. Po në hodhë me incidente, pastaj.
Por gjithçka e vendos Play-offi, po. Pra në Shkodër më të duhet në të dielët, të shtuna, por... Alo nuk ka caktu, sepse do të shifet orari i pallatit, që a lirë shumë. Si është situata në skuadrë? Situata shumë pozitive. Nuk ka dëmtime? Jo, për momentin. Kapiteni Tafiri, se është edhe ndonjë trajnerit, drejtori sportiv që bën edhe punën e trajnerit. Gjithë në formë. Xhaferi të gjithë? Gjithë në formë. Dy portierët, Fatos Behari dhe Olsi Gjergji, kolegu juaj që sa herë ju zëvendëson e mban portën mjaft mirë. Duhet me e mojtë. Gjendja optimale, optimizëm. Ju urojmë suksese dhe përfitojmë nga rasti t'i bëjmë thirrje publikut, do t'i promovojmë edhe me informacionet tona në Pragneshë, por Vllaznia Tirana është në fundin e javës së ardhshme pikërisht një kryendeshje e futsallit shqiptar. Këtu mbyllim gjithçka, të nderuar shikuese, ju njohëm me emocionet e pasëndeshjes Elbasani Vllaznia, ta kemi mbyllur 1-1, të dy skuadrat fituan nga ky rezultat. Vllaznia kapi vendin e dytë, Elbasani kapi vendin e katërt, në katërt finaliste për momentin, por gjithçka vendoset javën e fundit. Ndërkohë që komentuam dhe Pragneshjet e javës e 36 që luhen fundjavën e ardhshme, por edhe Pragneshjen e Kupës së Shqipërisë, gjysmëfinalja e dytë, Elbasani Dinamo Vllaznia që luhet në Elbasan. Dhe në mbyllje ishte edhe futsallat që duke pasur të pranishëm portierin e Vllaznisë dhe të Kombëtarit të Shqipërisë Fatos Behari, i dham pak hapësirë edhe futsallës së Vllaznisë. Faleminderit Fatos Behari që ishit në studio dhe shpresoj tashmë t'ju kem në studio si fitues i futsallës, dhe pse jo, objektivi është pjesëmarrja në Kupat e Europës, sepse fituesi i kampionatit luan në Europë. Aristika, ndonjë lajm të ri si trajner? Tash më fundi ose kanë mbaruar gjithë kampionatet. Sezonin e ardhshëm. Verën e kena përpara të shoh. Ka ndonjë projekt? Po projekt, po presim. Verën e kena përpara, shpresojmë shumë të gjëra të mira, shpresojmë shumë. Faleminderit Haris për pranimin e studios, faleminderit Ardit Behari, me kolegët e mi të teknikës, pikërisht kryeteknikun Valmir Hysa dhe kolegun e tij pikërisht Fation Broci, por edhe kolegun tjetër Myrton Zylja që transmetoi drejt për drejt në valët e Radio Shkodrës në 92.00 FM, sepse ky emision u transmetua edhe në televizion edhe në radio. Nga unë Gaspar Marko vjen dhe përshëndetja përmbyllëse dhe ju luaj takim të mërkurën e ardhshme në emisionin tjetër sportiv Studio Sport. Dhe atëherë mirupafshim.